Disa nga shenjat që alarmojnë që nuk po pini ujë mjaftueshëm. Dehidratimi nuk manifestohet gjithmonë si etje. Në fakt, trupi ka një mënyrë më të heshtur për të kërkuar ujë, nëpërmjet energjisë, humorit, përqendrimit dhe madje edhe zgjedhjeve tona ushqimore. Shpesh, ndryshimet e vogla në jetën tonë të përditshme, siç janë lodhja, dhimbjet e kokës ose vështirësia në përqendrim, mund të jenë shenja se trupi nuk është i hidratuar në mënyrë të mjaftueshme. Dhe ndërsa mbi 40-50% e njerëzve nuk pinë ujë të mjaftueshëm çdo ditë, sipas hulumtimeve, shumica e njerëzve nuk e kuptojnë menjëherë. Problemi nuk është vetëm sasia e ujit që pinë, por edhe fakti që ne nuk i njohim shenjat. Meqense dehidratimi mund të ndikojë si në trup ashtu edhe në mendje, është e rëndësishme të mësojmë të dëgjojmë mesazhet që na dërgojnë trupat tanë përpara se të shfaqen simptoma më të rënda. Uri për ushqime të kripura. Nëse papritmas keni dëshirë për ushqime të kripura ose krip në përgjithësi, mund të mos jetë vetëm çështje oreksi. Kur trupi është i dehidratuar, ai përpiqet të balancojë nivelet e natriumit dhe elektroliteve, gjë që mund të manifestohet si një dëshirë e fortë për ushqime të kripura. Dhimbje koke të shpeshta. Sipas studimeve shkencore, mungesa e ujit mund të shkaktojë ose të intensifikojë dhimbjet e kokës. Edhe dehidratimi i lehtë ndikon në qarkullimin dhe oksigjenimin e trurit, gjë që shpesh përkthehet në presion ose dhimbje. Letargji gjatë ditës. Nëse ndiheni vazhdimisht të raskapitur pa ndonjë arsye të dukshme, uji mund të jetë pjesë e ekuacionit. Dehidratimi ngadalson funksionet themelore të trupit, duke rezultuar në një ndjenjë lodhjeje edhe pa aktivitet të lodhshëm. Mendime të turbullta. Ndiheni sikur nuk mund të mendoni qartë. Hidratimi mund të jetë arsyeja. Uji është thelbësor për funksionimin e duhur të trurit dhe edhe mungesat e vogla mund të krijojnë mjegull mendore. Mund të vini re vështirësi në përqendrim, të menduar më ngadalë, kujtesë të dëmtuar ose një ndjenjë lodhjeje mendore gjatë gjithë ditës. Hidratimi i duhur ndihmon në ruajtjen e të menduarit të qartë, energjisë dhe performancës më të mirë mendore. Rimëkëmbja e vështirë pas ushtrimeve. Nëse ndiheni tepër të lodhur ose të lënduar pas ushtrimeve, hidratimi mund të luajë një rol. Uji ndihmon muskujt të rikuperohen, ndërsa mungesa e tij vonon rikuperimin. Dhimbje muskulore. Ngërçet shpesh lidhen me dehidratimin dhe mungesat e elektroliteve. Kur trupi nuk është i hidratuar në mënyrë të mjaftueshme, muskujt kanë vështirësi në funksionimin e duhur, duke shkaktuar ngërçe ose dhimbje të papritura. Dehidratimi gjithashtu mund të ndikojë në qarkullimin e gjakut dhe transportin e mineraleve thelbësore, siç janë magnezi dhe kaliumi, të cilat janë të nevojshme për funksionimin e duhur të muskujve.